Albert Stanaj, mbajeni mend mirë këtë emër, është bashkëkombësi ynë vetëm 20 vjeç, I cili po mrekullon botën me zërin e tij. Promovimi vjen direkt nga Hollywoodi. Më ndiqni të mësoni më shumë për gjeniun nga Shqipëria. Something that it won't here in the dark. In these final hours, I will lay down my heart. 20 vjeçari që jeton në New York, pa dyshim që është një talent dhe pëlqejet nga të gjithë. Madje edhe Kim Kardashian ka postuar coverin e këngës Only One të Kanye West, interpretuar nga Stanaj. I know you're happy. I can see it. To tell the voice inside your head to just believe. Pasi I kërkuam në faqen e Instagramit, na surprizuan 2 postimet e tij, një foto dhe video me këngëtarin Drake. You love me. I said if you don't. Dhe një tjetër, me Jay-Z, ku paralajmëron vitin 2015 të jetë gati. Si kompozitor puna Stanaj është aktualisht një mister, edhe pse ai është I regjistruar në studion diskografike ASCAP. Girls love Beyonce, no new friends, no. I stay down my day one, say my name, no one is around you, say baby I love you. Ai ka qenë I ftuar në Dancing with the Stars ku ka interpretuar 2 këngë, njëra për të cilave Let Her Go. Nuk e di si e kishte emrin ai djali me kostum gri, vokalisti I grupit, por ishte I papar. Por si duket atë nuk kanë lënë të ikë, sepse ka rënë në sy të njëri prej spikerave më në zë të televizionit amerikan ABC, Billy Bush. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.